Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim energjinë e dy personave të dashuruar tek letra Tarot. Dhe do të bëjmë një pyetje. Kjo distancë që keni midis njëri tjetrit, pra në një çift, njëri nga ju do të reflektoj në këtë marrëdhënie për të ardhur drejt jush, pra do të ketë një reflektim, sepse jeni në distancë. Dhe kjo letër më doli nga grupi letrave, po e vendos për të diskutuar tek pjesa e kësaj energjia. Lajme, lumturie në qiell të pastër vijnë drejt jush nga i dashuri apo e dashura juaj shumë shpejt. Personi është pak egoist, ka një ego pak të sëmurë brenda vetes tij. Por sot kjo ego është një ego dhe pozitive që do të sqarojë në pjesën e gjërave që ai ka me këtë pyetje. Është i vetmuar në vetminë e tij, por juve ju shikon si një dritë me këtë fenerin në dorë që i ndriçoni rrugën e tij. Pra ju shikon gjithmonë si një dritë. Do të marrë këtë rrugë të vi drejt jush, por e ka të dyzuar, sepse ka këto kupa që ka mbas dhe nuk mund të do t'i lërë këto kupa, këtë bollëk apo punën apo biznesin që ka, që të vi drejt jush. Dhe është pak si i lidhur me të dritarin me fashën në sy. Por shumë shpejt, ju do të merrni këtë lajm nga ky person. Pra do të merrni një lajm shumë pozitiv nga personi juaj, sepse ky person ju do me shpirt, ju do me zemër, ka një pasion, ka një energji shumë pozitive. Është një person i cili ka pjesën e fuqisë dhe të komandës, si ky mbret i shpatave. Është një person familjar, që e do familjen, dëshiron familjen, dhe gjithmonë nga akulla e tij ai largon njerëz negativ. Sepse në periudhat e jetës kemi dhe njerëz negativ që na afrohen në jetën tonë. Është një person shumë i sinqert, që për ju do të bëjë gjithçka. Keni krijuar një marrëdhënie të bazuar në themele të sinqerta. Pra kjo marrëdhënie është e fortë, edhe pse është larg teje. Do të bëjë ndryshime shumë shpejt në jetën tuaj, sepse nënta e kupave tregon që ky person është me këmbë në tokë, shumë njeri pozitiv, që do t'ju sjellë diçka të mirë në këtë marrëdhënie që keni krijuar dhe pse jeni larg njëri tjetrit. Me kë rezonon kjo energji e tarotëve? Me kë shenjë të horoskopit? Me demin, me gaforen, me peshoren, me binjakët, shigjetarin, britjapin dhe dashin. Kurse gërma e parë e emrit tuaj mund të rezonojë me gërmën D, L, Q, me gërmën N, me gërmën R, me gërmën G, B dhe X. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.